Studentëve tashmë vetë se kanë përfunduar iftarin, e ka të tillë që ende po vazhdojnë të vinë. Mirë po e mira gjithë kësaj është se momentalisht deri para pak momentesh në këtë qendër këtu ishin rreth afro 700 studentë të cilët ishin duke bërë iftar. Mirë po për detaje tjera që do t'na tregoj pikërisht edhe drejtori i kësaj qendre, zotri Rodari, mirë se u gjatëm edhe një herë. Mirë se erdhët, përshëndetje gjithë televizionit, gjithë shikuesit e televizionit të Shtaq. Është shumë kënaqësi për neve dhe po besoj se kënaqësi edhe për juve kur arrini të shihni një numër kaq të madh të studentëve të cilët agjerojnë, po tjetën kohë nuk i lënë ana studimet edhe janë shumë aktiv. Unë ceka, ishin 700 studentë derisa bënin iftar në këtë Në këto momente janë 700 studentë duke bërë iftar, edhe 1000 studentë tjerë kanë marrë ushqimin me vete për me bëj iftar në përdhomat e tyre. Do thotë ekziston edhe mundësia që janë të lirë do të bëjnë iftar edhe në përdhom. Po, kemi dhënë mundësinë me ardhë me marrë me vete, se edhe kapaciteti është 700 ullë, se nuk ka më shumë, edhe janë të mirë kuptueshëm studentët, bojnë me ndërrime, dikush sot shkon han iftarën në dhomë, dikush nesër këto, e kështu me radhë. Bëhet gëzha një farë, po vazhdojmë kështu të ecim ngadalë, për shkak se po e sjellim tamam atmosferën. Atmosfera shumë është e mirë. Shumë e mira. Po ju ardh pak me vonesë, se po t'i shoh një gjysore më herët me pa dhe ata 1000. Sigurisht. Ardhë me marrë iftarin me vete në përdhoma. Zoti Rodari, do thotë përgatitet rreth 1700 shujta për këta studentë brenda ditës. Jo, brenda ditës iftarët 1700, 2000 deri në 2500 shkon. Se sot sot është edhe nata e kadrit, edhe kena pas pak është ra numri. Për gjysmë, a? Po, është ra numri sepse 2000-2500 është iftar që bojnë mrena në natë këto në minzën e studentë. Shpirë me arrit do shta me ushqy në një kohë kështu të njëjtë, gjithë ta studentë, gjithë ta... Punëtorët që minzës studentëve, pikërisht punëtorët e minzës janë ashtë mirë, ashtë zhelshëm, qëllim në sigur punojnë si bletë. Edhe janë shumë të organizuar, edhe nuk ju bja me prit. Për shembull vesh që dalet, për shembull nuk ju bja me prit askujsh. Janë shumë kompakt edhe që thojmë të na ja kemi marrë dorën. Unë po ndalem pak edhe tek pjesa e syfyrit. Ofrohet edhe si shujt pjesa e syfyrit për studentët? Po gjithsesi, ata prej orës 3, e andaj vinë e marrin syfyrin me vete. Po gjatë marrjes iftarit edhe syfyrin që e kemi atje shku po doket, ushqimi atje e marrin me vete. Që edhe kjo pjesa këtu, domethënë është e përgatitur edhe për syfyrin. A mundemi më ofru për ofër se po e shoh që gjithçka duket jetë shumë e nxehtë. Gjithçka është shumë e nxehtë dhe gjithçka do thotë përgatitet ashtu siç duhet. Zoti Rodari, po e shoh që numri i madh i studentëve, po është problem ndoshta edhe për pjesën e stofit, arrin edhe ata të bëjnë iftar. Që shumica janë duke kryer iftarin. Mundemi me Po, 99% janë të agjerueshëm. A shkojmë shpejt edhe dalim edhe vazhdojmë të studentë. Unë po shoh shpend që këtu pas kam përgatit more gjithçka. Prej ushqimeve tona tradicionale, përshëndetje. Prej ushqimeve tona tradicionale, gjithçka tjetër të ushqime tjera të cilat munden mi zgjedh. Ka pasol, ka pilaf, gjitha ato ushqimet cilat arrim të hajmë edhe në shtëpi tona, ofrohen pikërisht edhe tek menza. Ju pas bo mirë iftari. A jeni lodh? Ka pak, ju. A rritet me i përfundu gjithë në kohë? Po, tash përfundum vesh. Po ju për vete keni bëjë iftar? Jo, në alo. Halo. Hajde, bëni iftar atë. Bashk. Po e shë stafin. Po, stafin është këtë. Ju boft mirë gjithve iftari. A jeni lodha si ka qenë dita për ju? Drejtar, po isha me shumë pozitivitet, po më duket se s'lodhen fare, a? Jo, nuk lodhen, këto janë palashme. Ju boft mirë iftari e ju lumshin durt. Faleminderit. Vazhdojmë andejna. Faleminderit shumë. Shpend për na lusin edhe neve për iftar, kështu që sigurisht edhe ne do të vazhdojmë të hajmë iftar këtu te qendra, po vazhdojmë pak te studentët. Po ndalemi prapë te studentët, edhe të shohim se sa janë të kënaqur studentët. Ka ndonjëherë ndonjë ankesë për tyre për sa i përket ushqimit apo diçka tjetër? Shumë sinqeritet, po them asnjë ankesë nuk na ka asnjëherë. Sepse kemi 16 deri 18 lloje ushqimesh vetëm në iftar. Edhe secili po. Edhe secili
lexon veten, diçka i koma, domon pa i kujt diçka nuk bëhet. Nuk bëhet, a? Jemi pak që to si ngosht, po që po vazhdojmë. Unë po kam dëshirë me bisedu pak edhe me studentën, drejtar. Po kam dëshirë, po i shoh dhe student tash vit sa jenë duke bo iftar. Ju boft mirë iftare. Zoti ja u pranoft Algjerin. Faleminderit shumë. Qysh ka i dita për juve sa? Mirë, super. Qysh është ushqimi këtu te menza, apo arinin kohë gjithçka me? Mirë për na pëlqen. Në kohë tamam. Tregomni si po shkon ky muaj për juve edhe tregomni se a keni pas mundësi që gjatë gjithë këtij muaji me ushqy pikërisht tek menza? Po çdo ditë jemi ushqy këtu. Përveç ditëve ku jemi në shtëpi, na ka pëlqyer shumë kohë kemi mri. Tamam super. Ma mirë tash në menza në shtëpi. Si një na ka bën. Unë po ju uroj edhe po shpresoj që të pranohet agjerimi për juve edhe ju boft mirë buka. Faleminderit, gjithashtu edhe juve. Drejtar, po bojni farë krahasimi studentat me shtëpi po mduket, a? Kështu që po mduket që janë gjana të mira, gjithçka po shkon mirë. Mirë mbroma, ju boft mirë. Po mduket vetë sa përfundove ushqimin, a? Po, sa përfundova ushqimin. Po shkon i gjithë ky muaj për ty si agjerues? Ka shku shumë lehtë, nuk e kam pas shumë zërë, se edhe e kena pasur pak menzë na kanë ndihmuar si shumë, sidomos neve që jena studenta. Apo ju pëlqen ushqimi se na tregun që diku rreth 18 ushqime të ndryshme janë kohë këtu për iftar? Po, ka ushqime më të ndryshme, ka sidomos pilafe, këto gjëra. Përgatitet edhe në shtëpi, a? Po, edhe në shtëpi. Qëse na vjen atë ndjenën sikur që jena të hungër edhe në shtëpi. Po besoj që nona tash nuk e kanë më shumë atë ndjesinë se çka ka me hongër fëmia kur të është me iftara. Po pak më atlet. Po, pak më atlet se e din se pak të fëmia ti është të hungër, nuk është të shkuar për universitetet ndryshme i untuara. Edhe për juve po ja vlen gjithçka. Po, gjithçka ja vlen. Ana po të uroj edhe po shpresoj që ky Ramazan të përfundoj kështu mirë për juve ashtu si s'ka nis. Faleminderit që bisedut me ne. Ne ju faleminderit shumë. Drejtar, po e shohim që në fakt tashmë vetë se po i dorëzojnë edhe gjitha ushqimet cilat i kanë. Përfundoj porcion dhe iftarin e spa. Po m'duket se dhe studentet po arrin të jenë goxha të mirëkuptueshëm në një farë forme për shkak se nuk i lajnë ushqimet e tyre në tryeza të cilat kanë ngrënë, po i vendosin. Përbes studentë kemi shumë të mirë, shumë mrekullueshëm. Na mujna me thonë jo të mirë, po këta kemi shumë të mirë. Po këta edhe po punojnë që edhe na me thonë të mirë. Mirë po na mundohem maksimumin me dhomë një shërbim sa më mirë që është e mundur, po besoj që kemi arrit me një mirëkuptim shumë mirë. Çka ofrohet për shembull për syfir tek menza e studentëve? Çka përgatitet? Po gjitha, po ushqimet lëngshme. Po ushqimet lëngshme, po edhe argeta, pashteta, djatra, edhe këto. Kleta të cilat zakonisht shkojnë për syfir. Ata kanë zgjidhje të bollshme. Apo arrin edhe jo ndonjëherë me boj iftar këtu bashkë me studentët? Po unë disa iftare kem bo bashkë me organizata studentore me gjitha, parlamentin e studentëve, po edhe me student, edhe punëtor. Gjithë kështu s'bosh? Dikun 7-8 iftara këm bo këto. Pjesa e stafit, pjesa punëtorëve cilë përkujdesen për këtë ushqim, vinë herët brenda ditës, apo se sigurisht me i përgatit 18 lloje të ushqimeve për një iftar është gëgjash? Dytë fillon ora 2, edhe prej orës 2 fillojnë me bo përgatitjen, edhe ja dalin shumë mirë. Po vazhdojmë edhe pak, ndoshta edhe me dikën prej studentëve, me bisedu, edhe pse e kuptojmë se ndoshta ngurojnë nga pak, a? Po, s'po të mundem me këta vështjel të jetë. Okej, vazhdojmë të këta tjerë cilë tjenë ullër, a? Hajde. Drejtori sot s'pëna len vetën, kështu që pëna për cjellë. Ju boft mirë iftari, qysh ka agjerimi sa? Pa super është shumë. A erdhët në koha i një vënu pak? Ja, po vënohem pak se po bëhet shumë, më thonë, Pa shumë student, a? Ama po vënohem pak për prishëm, për thonë, dhëmë, tani po vim për pojmë iftar këta. A ma mirë me hongër këtu bashkë me kolegë, a ma mirë ata tjerë që po e marrin në përdhuma ushqimin? Pojmë me kolegë ma mirë këta, në dhëmë dëqish, pse me marë në dhëmë. Po do këtë ushqime, na po e shohim që është i përgatitun si në shtëpi tona, se i përgatisin. Ushqimi është një vesh shumë të mirë, tepër i sheshëm, edhe buka, gjithë shka mirë është. Gjithë shka për shkallë mirë, a? Po. Faleminderit shumë që bisedut me neve, ju boft mirë. Mirë, faleminderit, gjithashtu dhe ju.
Po e shoh që definitivisht goxha një atmosferë e mirë, edhe me të kënaqur ka atmosferë. A ndalim edhe te vojzat pak drejtar se vojzat sikur ngurrojnë me na fol, mirë mbroma, as ngurrojnë, e mirë. Mirë mbroma vojza, ju pas bo mirë iftari. Faleminderit shumë. E pas këtë ngronë ushimin të i se gjithën, kjo do të thotë që është i mirë, a? Po. Po shkon Ramazani për? Mirë është. Është viti i parë ju si studente? Po, për ne dyja po. Edhe po për shtatën e, po ju pëlqen aty? Po, shumë mirë është, perfekt. Po për Ramazan, a ndryshon diçka ndoshta prej ushqimeve që i keni në shtëpi apo gjithçka duket tjetër? Gjithçka është okay për ne. Apo ju mungojnë ushqimet të shtëpisë sa këto po hoqin mallin pak a shumë? S'ka derd, është Nga cili vend na vini? Dragash. Nga Dragoshi. Atje e di që është një farë atmosferë goxha e mirë, a? Po. Apo më rrini më shkum vikenda ju? Po, gjithmonë. Po, gjithmonë. Çka studioni? Për gjuhë angleze. Gjuhën angleze po ju? Po. Bashka? Qysh po shkojnë provimet? Mirë është, super është. Unë e piuroj që dyave, po shpresoj të keni sukses, faleminderit që bisedut. Faleminderit edhe juve. Drejtar, ajo që ka mu në fakt, prej në fillim më ka ra shumë sy, ishte edhe pastërtia, po të njëjtën kohë edhe këto qeshmet që janë gjitha gatishmëri për gjithë studentët, edhe duket se keni bërë një farë renovimi këtu të Është bërë renovimi vitin e kaluar, po rëndësinë më të madhe kushtojmë edhe pastërtisë. Pastërtia është nivelin më të mirë të mundshëm edhe ato mundin e bojmë për pastërti, po kjo shkon zgjerore. Se pastërtia, se ushqimi, përgatitja, si shërbimi. Gjitha kështu zinxhir, Zinxhir është kjo dhe besoj se ja dalim se që spontanisht i gjetëm, po i pyesni. Çka spontane ka qenë? Drejtar ti na tregove që në fakt për dallim prej ditëve tjerë ose muajve tjerë para Ramazan, asnjëherë nuk arrit të ketë numër kaq madh studentëve në një periudhë të njëjtë kohore. Po, për shembull ora 6:05 minuta, 700 ulse gjithë karrigat kompletuar me zënta nuk e ki asnjëherë. Mundën me kom 500 është po sigur ku e ftorit. Sot e ka atë shëretin e vetë, si thojmë. Po gjatë ditëve të vikendit, se sigurisht ka dhe studentë ndoshta që qëndrojnë, qoftë për të mësuar apo kanë për ditë të vikendit vjen numri. 70% shkojnë në shtëpia. Veta edhe është një numër shumë i vogël, sigurisht. Shumë i vogël, po. Mirë, po prapë si prapë ju aninit përgatisni iftarët, si zakonisht? Gjithherë. Jo, vikendet lutem, vikendet jo. Ne marrin me veti, po. Vikendeve nuk servohet. Jo, është vetëm ushqim i thatë edhe marrin me veti deri në ora 3, që është koha dhe drekës, ka student, për shembull, 20% prej studentëve që kemi pa numrin nuk agjerojnë, 80% agjerojnë. Edhe ata 20 në qatë kohën prej orës dhe deri në ora 3 e marrin me veti ata që agjerojnë që qëndrojnë këtu gjatë vikendit. Unë e di se edhe të një ashtu si edhe ne jemi Ramazan, edhe ne vetë se kemi prish kështu iftarin, po du me të falenderu shumë për kohën që keni ndosët për ne, faleminderit që ishin shumë gatshëm që edhe këtë iftar të ndoni bashkë me ekipin ton. Faleminderit për kohën e... Çdo herë faleminderit. Shpend, unë e po du për fund kështu me sjell edhe një herë këtë atmosferë, se ndoshta për dallim se se ishim live në fillim me një numër shumë të madh studentëve. Momentalisht tashmë vetë se ka filluar me u zbroz menza, janë të fundit ata të cilët ndoshta për një arsye apo për një tjetër kanë vendosur që të vinë thuajse në përfundim, mirë po që definitivisht qysh në fillim gjithçka dukej shumë bukur edhe ishte një atmosferë shumë e mirë. Nëse nuk keni ndonjë pyetje shpend, unë me kaq nga menza studentëve këtu në Kryeset e në këtë iftar, po e kalojmë linjën tek në studio. Dhe për të takim edhe herave të tjera.